Nuk funksionon një reform pa konsensus, nuk funksionon një reform që bëhet vetëm për interesa elektorale dhe prandaj ftoi dhe palën tjetër opozitën për të ullur. Shumë mirë që kemi një komision dy palësh, kemi dy zotëri për cilën kam respekt pa diskutueshëm, për zotin Mazniku, i njoh si mirë i qeverisjes vendore, për zotin Boçi, i njoh si mrekullueshëm i qeverisjes vendore, sepse vjen nga realiteti, ka qenë kryetar bashkie dhe një politikan i mrekullueshëm, do të vlerësoja shumë në qoftë se të dy këto politikan, të dy këto njohës të mirë të qeverisjes vendore, e trajtojnë me seriozitet këtë çështje dhe çojnë në parlament një, po të them, një draft me opsionet më të pranueshme jashtë kontekstit politik, po që të përmbushë interesat e qytetarëve dhe të mbylli pjesë atyre shqetësimeve që me drejt kryetari Hila i ndje më shumë se sa ne që